Ibn Kaimi i ka përmendur 7 metoda me të cilat mundohet shejtani që ta fut njeriu në haram. Vetëm do t'i përmendim vetëm disa prej tyre. E para është se mundohet që ta shpijë fillimisht në kufër. Nëse s'mund ta shpijë në kufër, atëherë mundohet që ta shpijë në bidate. Nëse s'mundet edhe në këtë, mundohet që ta fut në gjunaje të cilat janë të mëdha. Nëse s'mund ta futet në gjunaje të cilat janë të mëdha, do mundohet ta futet në gjunaje të cilat janë të vogla. Nëse s'mundet as në gjunaje të vogla, do mundohet që ta bëj këtë personin që të merret me sende të cilat janë mubah në sheria, domethënë ju thon terminologjinë sheriatike ju thon mubah disa vepra të cilat nuk ka as ndalesë, mirë po s'ka as domethënë nuk janë as të pëlqyeshme as pa pëlqyeshme. Domethënë diku janë mes kësaj. Edhe do mundohet që ta bëj ta teproj të ato. Edhe normal kur teprohet diçka, çka bëhet? Me thonë arri njeriu deri në haram, saqë ndoshta edhe ikën edhe namazi ose ikin me thonë shumë prej veprave të hajrit, të cilat janë obligim i çastit ose obligim i momentit. Ose thot mundohet ta nxjerr prej gjërave primare çka i ka, ta nxjerr, domethënë ta bëj që të veproj vepra të cilat janë sekondare.